Avokati Shkodran Alili, një figurë e njohur dhe respektuar në Kërçov, ka shpallur zyrtarisht kandidaturën e tij të pavarur për kryetar të komunës së Kërçovës. Alili, me profesion avokat, por i njohur edhe për veprimtarinë e tij humanitare, nga shpallja zyrtare e kandidaturës së pavarur për të parin e Kërçovës, kërkoi besimin e qytetarëve duke u ndalur edhe te pikat kryesore të programit të tij. Dhe nëse ky simbol, ky mentalitet duhet të shfaqet fuqishëm, është spitali i papërfunduar që prej 40 vitesh. 4 dekada premtime, 4 dekada gënjeshtra, 4 dekada pritje dhe dhimbje. Ne nuk të presim edhe 40 të tjerë. Nuk të presim më. Nëse nuk na lejojnë ta përfundojnë, atë spital do të ndërtojnë një të ri. Një spital modern, të pastër, njerëzor, ku kujdesi nuk do të jetë privilegj, por e drejtë. Sepse shëndeti nuk prek leje politike, sepse jeta nuk ka flamur, sepse Kërçova ka pritur botë. E çfarë synojmë bashkë me ju, transparencë të plotë në qeverisje, çdo qytetar do të di ku shkon çdo cent i buxhetit komunal. Arsim cilësor dhe investim në të rinët tanë, sepse ardhmja ndërtohet sot. Shërbim shëndetësor dinitos për të gjithë, e veçanërisht për të moshuarit dhe personat në nevojë. Rikëmbje të ekonomisë lokale përmes mbështetjes së bujqësisë, bizniseve të vogla dhe punësimeve të rinj. Ndihmë të drejtë për drejtë sociale për familjet në nevojë. Jo si lëmosh, por si detyrim moral dhe institucional. Qytet që respekton mjedisin, trashëgimin dhe dignitetin e banorëve të tij. Të dashur bashkëtar, kjo nuk është një garë për pushtet. Është një betejë për besimin tuaj, për të rikthyer shpresën se edhe politika mund të jetë njerëzore.